Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, për sot do të flasim rreth kuptimit të ajetit 90 të surës Nahl. Në këtë ajet të begat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Ky ajet nuk është vetëm këshill morale, por ai është një program i plot për jetën e përditshme individuale, familjare dhe shoqërore. Është ajeti me të cilin mbyllet hutbja e ditës së begat, e ditës së xuma. Përmbajtja e këtij ajeti të bekuar është aq ndikuese sa shumë njerëz për shkak të kuptimeve që përfshihen në këtë ajet, ata kanë përqafuar Islamin, pasi në këtë ajet tanë një argument për punën e tyre dhe kuptuan që kjo është e vërteta e fesë islame. Ajeti i bekuar përmban 6 baza të rëndësishme. 3 baza e para janë të karakterit pozitiv dhe Allahu urdhëron të punohet me to. Dhe ata janë pra drejtësia, mirësia dhe ndihma. Kurse 3 bazat e tjera janë veprime negative dhe Allahu e ndalon njeriu t'i bëj këto veprime. Dhe ato janë pra imoraliteti, vepra shëmtuar dhe dhuna. Në fillim, ajeti i nderuar thot: Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë, ndihmën. A është e mundur të përfiturohet një program më i gjerë dhe më gjithëpërfshirës se drejtësia? Drejtësia është ligji rreth të cilit rrotullohen të gjitha sistemet e ekzistencës, madje edhe qejt e toka kanë bazë drejtësinë, siç thuhet në një hadith: me drejtësi qëndrojnë qiejt dhe toka. Edhe shoqëria njerëzore, kjo pjesës e tërësisë së madhe të kësaj ekzistence, nuk është jashtë ligjit të drejtësisë. Kuptimi real dhe konkret i drejtësisë do të thotë kryerja dhe vënia e çdo pune në vendin e duhur, kurse devijimi, teprimi, lënia mangut, tejkalimi i masës dhe sulmi mbi të drejtat e të tjerëve janë veprime të kundërta të drejtësisë. Fuqia, madhështia,
dhe efekti i thellë që ka drejtësia në të gjithë kohët në procesin e ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, kur nuk mund të llogaritet. Mirëpo, drejtësia nuk është elementi vetëm që e kryen këtë detyrë të rëndësishme, pra ndërtimin e shoqërisë së shëndosh. Prandaj, urdhri për mirësi, el-ihsan, ka ardhur menjëherë pas urdhrit për drejtësi, pa asnjë ndarje në kohë. Thënë më qartë, në jetën e njerëzimit mund të ndodhin gjendje tepër të ndjeshme në të cilat është e pamundur që problemet të zgjidhen me anë të kërkimit të ndihmës vetëm me bazën e drejtësisë. Por duhet edhe mirësia, el-ihsan, e cila përfshin përsosmërinë në besim, adhurim dhe sjellje. Ihsani është niveli më i lartë i fesë, pas islamit dhe imanit. Ihsan do të thotë që të jetosh me vetdijen se Allahu të sheh gjithmonë dhe të përpiqesh të bësh çdo gjë në mënyrën më të bukur dhe të përkryer. Të dyja këto baza, drejtësia dhe mirësia, janë sunduese edhe në trupin e njeriut në formë natyrore. Në gjendje normale, të gjitha gjymtyrët e trupit të njeriut bashkëveprojnë në mënyrë të ndërsjellë dhe çdo gjymtyrë e trupit kryen funksionin përkatës, duke kërkuar edhe ndihmën e gjymtyrëve të tjera. Dhe kjo është baza e drejtësisë. Kur njëra prej gjymtyrëve plagoset ose nuk e kryen dot funksionin e saj, gjymtyrët e tjera jo vetëm që nuk e harrojnë kurrë atë gjymtyrë që ka humbur fuqinë për të kryer punën dhe funksionin e saj, por ato vazhdojnë furnizimin e saj me ushqim dhe e mbështesin atë. Kjo është baza e mirësisë, e ihsanit. E njëjta gjë ndodh edhe në shoqëri. Në një shoqëri të shëndosh, patjetër duhet të jenë sunduese këto dy baza, pra drejtësia dhe mirësia. Të qëndrohet larg pa drejtësisë. Të bashkëpunosh me njerëzit me drejtësi, të sillesh mirë me njerëzit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: drejtësia është marrja e të drejtës në mënyrë të barabartë, kurse mirësia, ihsani, është dashamirësi. Disa dietar kanë thënë se drejtësia është tauhidi, pra njëshmëria, besimi në Zotin e vetëm e të pashoq. Kurse mirësia është kryerja e detyrave, e obligimeve të caktuar nga Allahu fuqiplot. Duke u mbështetur pra në këtë interpretim, rezulton se drejtësia tregon besimin dhe mirësia tregon veprën, punën. Dietarë të tjerë kanë thënë se drejtësia është harmonizimi mes të jashtmes dhe të brendshmes, kurse mirësia tregon se e brendshme e njeriut është më e mirë se e jashtme e tij. Dietarë të tjerë kanë thënë, drejtësia ka lidhje me punën praktike, kurse mirësia ka lidhje me punët e fesë, pra me anën shpirtërore më shumë. Drejtësia është themeli i jetës individuale dhe shoqërore, po ashtu edhe mirësia. Pa këto të dyja, shoqëria bie në kaos dhe në padrejtësi. Më pas, ajeti thot dhe ndihmën për të afërmit. Urdhri për ndihmën ndaj të afërmëve tregon se lidhjet familjare janë të shenjta dhe solidariteti fillon nga familja.
mirësia në familje do të thotë të tregosh dashuri, butësi dhe falje. Profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, më i miri për jush është ai që është më i miri ndaj familjes së tij. Ndihma ndaj të afërmëve do të thotë mbështetje financiare dhe emocionale për familjarët dhe mos shkputja e lidhjeve fare fisnore. Dhe për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, kush dëshiron që t'i zgjatet jeta dhe t'i shtohet furnizimi, le t'i mbaj lidhjet familjare. Pra këto ishin 3 bazat pozitive që përmban ajeti 90 në surën Nahl, të cilat duhet të zbatohen. Dhe këto 3 baza janë pra shtyllat kryesore të lumturisë në këtë jetë. Nëse zbatohet drejtësia, mirësia dhe ndihma ndaj të afërmëve dhe të tjerëve, padyshim që shoqëria do të jetë e lumtur, po ashtu edhe familja, edhe vetë individi. Pasi përmendi 3 bazat pozitive, pra drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën dhe kujdesin ndaj të afërmëve, në vazhdim ajeti përmend 3 bazat negative dhe thotë, dhe Allahu ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Disa prej komentuesve të Kuranit të Shenjtë kanë thënë se burimi i devijimeve morale janë 3 forcat. Forca e epshit, forca e zemrimit dhe forca djallëzore e iluzioneve. Forca e epshit nxit njeriu, apo nxit te njeriu dëshirën për të plotësuar kënaqësitë epshore dhe zhytje në imoralitet. Forca e zemrimit e shtyn atë të bëj punë të urryera, të fyej njerëzit dhe të shkaktoj atyre sa më shumë lëndim dhe mundim. Kurse forca djallëzore e iluzioneve lind tek njeriu dëshirën për të qenë më lart se të tjerët. Lind te njeriu dashurinë për të qenë i parë, sundues, dhe të jetë mbi të gjithë dhe të sulmoj të drejtat e të tjerët. Në fund të këtij ajeti thuhet, ai për Allahu u këshillon që ju të merrni mësim. Kjo tregon se urdhëresat e Allahut janë për dobin tonë dhe qëllimi është ndërgjegjësimi, jo vetëm detyrimi. Ajeti bën thirrje për të ecur vetëm në rrugën e Allahut, që është rruga e udhëzimit, rruga e drejtësisë, rruga e mirësisë, rruga e paqes dhe rruga e shpëtimit. Përmbajtja e këtij ajeti të bekuar na sjell në mendje hadithin e transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, në të cilin ai ka thënë: 2 kategori njerëzish prej ummetit tim, kur këto të 2 janë përmirësuar, ummeti im përmirësohet, dhe kur ato 2 kategori prishet ummeti im. Ati i thanë, o i dërguari i Allahut, cilët janë këto 2 kategori? Ai tha, dietarët, fukahat dhe sundimtarët. Pra duhet që dietarët dhe sundimtarët të jenë zbatues të këtij ajeti të bekat, të urdhërojnë pra për drejtësi, për mirësi dhe ndihmë ndaj të tjerëve, dhe të ndalojnë imoralitetin, punë të shëmtuara dhe dhunën. Të jenë pra gjithmonë nxitës drejt së mirës dhe ndalues ndaj së keqes. Zbatimi
i 3 bazave pozitive, drejtësia, mirësia dhe ndihma e të afërmëve, si dhe lufta kundër 3 devijimeve, imoraliteti, veprat e shëmtuara dhe dhuna, në rrafsh botëror, është garantues që në botë të sundoj e mira, që bota të jetë e qetë për e çdo lloj turbullire dhe të mos ekzistoj e keqja e shkatërimi e ngatërresa. Ky ajet na mëson se besimtari i vërtet duhet të jetë i drejtë në çdo situatë, i mirë në sjellje dhe bujar, të jetë i lidhur fort me familjen dhe të qëndrojë larg çdo imoraliteti dhe padrejtësie e dhunet. Ky ajet në jetën e përditshme do të thotë që në familje të mbizotroj drejtësia, dashuria dhe lidhja familjare. Në punë të mbizotroj ndershmëria, përgjegjësia dhe respekti. Në shoqëri të mbizotroj drejtësia, morali, paqja, dashuria, mosdëmtimi dhe moslëndimi i të tjerëve. Ky ishte kuptimi i këtij ajeti të begat, i ajetit 19 të surës Nahl. Është detyrë jona pra që të kthehemi te Kurani, ta lexojmë, ta zbatojmë në jetë. Ky ajet i begat na sqaron më së miri fenë e pastër islame, e cila pra urdhëron për drejtësi, për mirësi, për ndihmë ndaj të afërmëve dhe të tjerëve, dhe ndalon imoralitetin, punët e shëmtuara dhe dhunën e padrejtësinë. E lut Allahun që të na ndriçojë mendjet me dritën e Kuranit, qofshin prej atyre të cilët e lexojnë, e kuptojnë dhe e zbatojnë Kuranin, fjalën e krijuesit në jetën e përditshme. Allahu i ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.